Meteorologët zbulojnë çfarë pritet të ndodhë me motin pjesën e dytë të javës. Java pritet të jetë në ndikimin e vranësirave ku më prezente pritet të jenë në pjesën e dytë të javës. Meteorologët shprehen se sa i përket temperaturave deri ditën e mërkurë pritet kemi rritje graduale të tyre. Dita e mërkurë, pjesa e parë saj do të jetë nën bizotrimin e motit të qëndrueshëm, teksa do të kemi ndryshim të kushteve atmosferike duke filluar nga orët e vona të ditës mërkurë dhe në vijim ditën e njëjtë dhe dita e premte do të sjellë një ulje të ndjeshme të temperaturave të ajrit. Ndërkohë sa i përket parametrave të erës, problematike pritet të jetë ditën e mërkurë dhe të njëjtë. Moti përgjatë kësaj jave pritet të jetë kryesisht nën mbizotrimin e vranësirave të shumta të cilat gjatë kësaj jave, gjatë kësaj fillim jave do të sjellin mundësira për rreshje, por në sasi shumë të ulta. Kryesisht në qytetet e zonës së ulët dhe në vijën bregdetare do të kemi momente të pakta me pika shiu, ndërsa në zonat veriore dhe pjesërisht në gjysmën lindore do të kemi edhe her pas here rrebeshe të izoluara. Për sa i përket temperaturave të ajrit, paktën deri ditën e mërkurë pritet kemi rritje graduale të tyre. Maksimumet ditën e sotme regjistrohen shumë pranë vlerave 24 gradë Celsius, por do të vijojë rritja e vlerave të temperaturave duke bërë që maksimumet në rang territori deri ditën e mërkurë të jenë shumë pranë vlerave 30 gradë Celsius në vijën bregdetare në qytetet e zonës ulët, duke përfshirë këtu edhe kryeqytetin pritet luhaten nga 27 në 29 gradë Celsius. Në zonat malore do të kemi maksimume pranë vlerave 21 apo 22 gradë Celsius. Dita e mërkurë në pjesën e parë të saj do të jetë në bizotrimin e motit të qëndrueshëm. Do të kemi alternime kthjellimesh dhe kalime të shpeshta të vranësirave, të cilat në pjesën e dytë të ditës do të bëhen më të dukshme, duke bërë që të kemi edhe momente të pakta me rreshje të izoluara shiu. Kemi ndryshim të kushteve të motit duke filluar në orët e vona të ditës mërkurë dhe në vijim, dita e njëjtë dhe e premte, të cilat do të sjellin një ulje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, më ndjeshme dita e premte, duke bërë që maksimumet në rang territori të jenë jo më shumë se 23 gradë Celsius. Me rënjen e temperaturave të ajrit do të kemi ardhje në një sistemi ku do të kemi prezente rreshjet e shiut erpasere në formën e rrebesheve. Më të dukshme këto rreshje pritet të jenë në pjesën e dytë të ditës së njëjtë dhe në orët e para të ditës së premte. Temperaturat e ajrit jo vetëm në orët e para të ditës, po ashtu edhe në mëngjes pritet të kemi rritje duke bërë që minimumet mëngjesin e sotëm janë regjistruar 5 gradë Celsius, pra do të vijojë rritja deri ditën e mërkurë, duke bërë që minimumet në zonat malore të regjistrohen deri në 8 gradë Celsius, ndërsa në ultësirën perëndimore të luhaten nga 10 në 16 gradë Celsius. Pjesa e dytë e javës, edhe sa i përket temperaturave pritet kemi një rënje të tyre. Sa i përket parametrit të erës deri ditën e martë, do të jenë jo shqetësuese me një shpejtësi jo më shumë se 35 apo 40 km/h, por ditën e mërkurë dhe të njëjtë era do të shfaqet mjaft problematike, duke bërë që në intervalet shkurtra kohore të jetë me një shpejtësi edhe 65 apo 70 km/h, thonë meteorologët.